O robërt Allahut, Allahu ju krijoi, Allahu ju krijoi nga asgjëja dhe ju solli në ekzistencë dhe ju furnizoi me begati e mirësi. Të gjitha këto për një qëllim madhështor, dhe ajo është që të adhuroni vetëm atë dhe askën tjetër. Prandaj dhe urdhri më madhështor është tauhidi, domethënë veçimi i Allahut me adhurim. O robërt Allahut, tauhidi është themeli i fesë, rranja e çdo vepër të mirë dhe çelësi i shpëtimit në dynja dhe në ahiret. Thot Allahu i lartësuar: "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allah wa yajtanibu at-taghut." Çdo populli ne i quam një të dërguar që u thoshte: veçoni Allahun me adhurim dhe shmangni idhujt, ndërsa nga ana tjetër ndalimi më i madh është shirku, ti shoqërosh dika Allahut në adhurim. Nga kjo duhet të ruhemi me kujdes, qoftë ai shirk i madh apo shirk i vogël. O robërt Allahut, shirku është padrejësia më e madhe që njeriu mund të bëjë ndaj krijuesit të tij, dhe kush vdes në këtë gjendje pa u penduar, ai do të jetë përgjithmonë në zjarrin e xhehenemit. Thot Allahu i lartësuar: Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Vërtet, Allahu nuk fal që të adhurohet dikush apo diçka tjetër veç atij, por gjinahet e tjera më të vogla ja fal kujt të doj. Kushdo që i bën shok Allahut, ai në të vërtet ka humbur dhe është larguar shumë prej udhës së drejtë.